Unë të regova dhe më herët që në këtë ditë të Krishtlindjeve do të flasim edhe për mënyrën se si festohen Krishtlindjet në Kosovë, në qoftë se ka një traditë të veçantë apo jo. Dhe sot këtu në studio kemi Arbina Gecaj, që po ashtu do të na tregoj për mënyrën se si feston ajo dhe familja e saj, por në anën tjetër edhe për këto kartolina kaq kreative, siç i punon ajo dhe mund të gjeni në Creative Studio, është vetëm njëra prej kartolinave, pra po e shihni është krejtësisht punëtore. Do të flasim edhe për punën që bën Arbina me to, nuk e ka marrë veç këtë, tjerat besoj do të na i tregoj atë që i ka afër. Mirëmëngjes, mirë se na ke ardhur. Mirëmëngjes Agnesa, mirë se ju gjetë. Faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që ju kemi këtu, urime Krishtlindjet për shumat. Faleminderit shumë. Qysh e keni nisë sot mëngjesin, qysh nis zakonisht në fakt, se ndoshta edhe sot e kemi ndru pak traditën, ju kemi sjellë këtu në studio të emisionit mëngjesit. Zakonisht me kohën jemi familiarizuar, kështu që nuk është pjesë e vazhdimit të festës. Fillimisht dëshiroj t'ju uroj Krishtlindjet gjithë atyre që i festojnë, paqen Krishtlindje të bardha, të bukura, me zemrën plot dashni edhe mirëkuptim për njëri tjetrin. Uroj që t'jetë ashtu. Ndërsa jo, qysh e nisë të mbrëm, do të thotë festa, nisë një natë më herët, apo? Po, zakonisht është festa fillon me meshën e Krishtlindjes, që është në ora 12 në katedralën mbrëmë kemi festuar, dhe ka qenë deri në orët e vona në mëngjesit gati. Është një ceremoni e bukur, është këngët e Krishtlindjes gjithmonë rrezatojnë atmosferën e festive, është një Christmas spirit, i thonë këta anglisht, që është shpirti i Krishtlindjeve shumë që e përcjell krejt muajin dhjetor, fakt, prej fillimit dhjetorit, ndoshta edhe këtë vit bilem ka disa që kemi filluar në fund të nëntorit, bilem edhe më herët, se vendosja drita sjell një atmosferë gëzimi në familjet tona, kështu që dekorimi i bredhave, këto gjitha kanë filluar shumë më herët. Vërtet, e sjellin një ngrohtësi në secilin shtëpi. Me fillimin e festës, vendosjen e dhuratave në mbredh, gjitha këto kështu darkën familjare. Bëhen me të vërtet këto dhurata dhe pastaj ja hapen me sot do të thotë me 25 dhjetor. Në mëngjes, zakonisht krejt kur zgjohen. A kanë me të prit me i hap dhuratat? A janë zgjuar? Fëmijët zakonisht kanë më pak durim, dhe ndodh që i hapin edhe mbrëmë, me 24 mbrëmje shpesh, ata është. Po të rritur i t'japin shto. Është ai kurioziteti se çka më herët ka qenë, të paktën nipat e mesat e mi, kanë bërë një listë me dërgu një letër babadimrit që më sjell dhurata, në fakt. Edhe dëshirat i realizohen pastaj jo. Një pjesë të ju realizohen. Bara bje të këta babadimrat e vërteta, vërtet që janë. Është kënaqësi, mblidhen një hani mëngjes, apo shtrohet me njëherë një drekë më e veçantë, diçka e tillë, gatuani krejt bashk, qysh vazhdon? Zakonisht përgatitja për festë fillon 2 ditë përpara, një ditë, 2 ditë, zakonisht këto ëmbëlsirat, këto ushqimet që marrin më shumë kohë. Ose ushqimet, është një dreke begat, darke begat që shtrohen për festë, edhe mbrëmë vegjiljet festës, edhe sot dhe sot. Janë simbolikat që përgatiten zakonisht është një pite me kungull të zirë, që bëhet vetëm me kungull, edhe me peta të thata, që është një prej piteve që është tradicionale, është gjithmonë tradicionale. Çdo herë me kungull? Po, çdo herë me kungull zirë, dhe bëhet është e shishme dhe, është një prej ushqimeve tradicionale që gjithmonë është gatu prej gjyshe, se vetë e kemi trashëgu si traditë që truhet, mos milon më zhduk. Mandej këto kollaçat, keksat, format e ndryshme me fëmijë që bëhen, është aktiviteti më i bukur tash, ginger, këto keksat me ginger edhe me vanilica përpara që kemi thënë, janë që fëmijët tonë i kanë shiju qatë procesin që du të me përzi për unë dhe me kriju ato forma. Këto 2 ushqime janë që i veçojnë festën. Dhe pastaj, ndoshta saj përket gjeldetit, ushqimit, diçka nga mishë, është kjo apo e shohim vetëm për natën e vitit të ri, nuk e di, varësisht prej familjeve që mundet me qenë? Nuk është... Apo baklav, më duket, a bëni edhe baklav apo jo? Bëjmë torta, baklav, vartë, është preferencat e dëshirët ashtë që janë specifikuar të brenda familjes, se cilit ka një dëshirë mja plotësu pak ma shumë. Nuk është e thonën, mirë po për gjeldeti është pa shumë
është si tradita amerikane që Aha, kemi po, marrë. që shohem në filma. Ka qenë një drek e bujshme me mishët normal, u gatuan mirë gjonat më të mira që bëhen, bëhet një tryezë festive, gjithmonë është e bukur e mbushur plot. Mirë, po nuk është që disa gjona elemente tjera janë po mblidhen prej kulturave tjera, mirë po. Po sa janë të bukura le ti marr. Kryes festive duket e bukur për shkak se mbledhem me krejt me familje, qoftë kjo për vitin e ri, qoftë për Krishtlindje, qoftë edhe ndonjë festë tjetër, kur mbledhet krejt familja, patjetër që mundohemi secili me jap më të mirën. E mundshme edhe sa i përket përgatitjes ushqimit edhe ndihmesës që mundemi me ju bën njëri tjetrit. Kjo është një kënaqësia më e madhe. Ndërsa sa i përket kartolinave të dhuratat, ju bën tash dhuratë edhe ti kartolina të tjerëve apo po pret që të tjerët i bëjnë këto? Një kohë gjatë në fillim, kam thënë që gjithmonë kam pranu kartolina, po mandej sikur me shpërndasi kulturë, kam fillu nipave mbesave, njërë ma të vegjel që kam pas qika të halles, edhe tash kam kartolina që janë dikon 25 vjetë, që mi kanë shkru pra 25 vjetë, është shumë kënë sikur i qelë edhe i lëdzonë, se e shetë që kanë shkru edhe që sa bukur kanë, është një kujtim që mbetet i prekshëm. Këto tash vazhdoj me punu, me u dërgu me post, me u dërgu personalisht, kështu, me një dhurat vogël simbolike, nuk është të thonë gjithmonë me qenë dhurat të mëdha. Me qenë shtrejnëta edhe të mëdha. Po, një çokoladë, po mirë për një mesazh, do të thonë që ke 2 minuta, 1 minutë kohë, që më shkruaj një pusull, një porosi, një urim, që është urim prej zemrës, kështu. Është një traditë që është shumë e rëndësishme që më vazhdo me e mbajt. Ka të tillë të cilët porositin, pra jo vetëm nga familja juaj, por edhe të tjerët. Unë i pash, ishin shumë të bukura të punuara, edhe kjo paqe veçantë sa edhe të tjerat. Çka zgjedhen më shumë, kush kujt po i dhuron më tepër? Ka porosi brenda apo jashtë Kosovës? Zgjedhin më shumë Happy Holidays, që i përfshin 2 festa, do të thonë është gëzuar festat, është më e përgjithshme. Shpesh e marrin këto që është ma ndërkombëtare, ma universale që përdoret, ose zgjedhin edhe me mesazhe të tjera që kanë të bëjnë është religjioze, do të thonë kjo është skena e Krishtlindjes, që kjo është simbolika e kësaj krejt këtyre festave që e mbajnë. Kam dordoleca, baba dimri, këto pisha, drita, gjonat këto zakonisht kurorë. Sa ku ju merë me i punu këto kartolina? Tash kur i thojnë për kohën që se merë një kartolinë... Çdo herë është ndërprerja. është një kohë që zakonisht një orë gati shkan për një kartolinë, me dizajnu, me i kombinu në gjyrat, me harmonizu në gjyrat. Duhet me pas fakt një shqie pak më të veçantë që me di çka po done dhe çka po bëjnë. Çka del produkti final, se shpesh edhe reflektimit e nuanca, për shembull në ngjyrave është kjo e hirit me shkëlqyse shumë e bukur, mirë po duhet me pas kujdes çka vendos mbrapa. Po. Shka se jo çdo ngjyrë kombinohet me tjetër. Harmonizu ngjyrat edhe me pas kujdes që mi pas festive që gjithmonë sjellin gëzim. Nuk kanë porosit shumë këtë vit. Në fakt, arsye më kanë thënë njerëz që kanë bleza zakonisht vite të tjera, këtë vit më kanë thënë që posta është e kushtueshme. Po. Dërgimi me post, kartolina pasaj dhe posta? Dërgimi me post jashtë Kosovës, në vendet e Evropës, ose në Amerikë, është dikond prej 3 euro gjys dhe në 5. Edhe një kartolinë pundore që është dikond dhe në 3 euro. Atër është për bugjetin e Kosovës, nëse dërgojnë shumë, se zakonisht kartolinat, nëse jo dërgojnë krejt farfisit jashtë, dërgojnë 5-6, nuk dërgojnë më pak. Tani si duket e prejk bugjetin e njerëzve. Edhe prejk bugjetin e njerëzve, kështu që marrin për aty ku i dërgojnë me dorë vetë njerëzve të vetë. Por kjo është një... Kështu që është zbej pak jo, ndoshta edhe për shkak të kushteve ekonomike, është zbej pak. Edhe vitit që shka qenë si vetë ma. Po gjithsesi në urimin është mirë me vazhdu me përcjell. Po, e vërtet. Është mirë me shkrut personalizum, me ja dediku personit posaçërisht, cilit do që ja dërgojmë, sepse copy-paste dhe ChatGPT-a dhe këto forma tjera është bërë një problematik që... Shumë letë e bëj mesazhin delete pasaj, ndërsa dhe kur ngarkohet shumë telefone, kurse këtu... Unë e kom pas një moto kur kom fillu me kartolinat në fillim, të shumë kryo, është from our hands to your hands,
Nga dora jote të juaja. Po, te juja kryo në mënyrë klasike, uron në mënyrë klasike. Në mënyrë klasike që të mbetet diçka në dorë. Do me thënë është një urim që tash unë para 25 vjetëve mbesat e mija kur më kanë shkru, ka më dhe ma vjetra kartolina që janë koleksionu, edhe është diçka e prekshme çdo herë dhe tani e sheh dhe thu. Është një dashni që vazhdon që e rigjen hala dikun shkrume që është një ndjesi tjetër. Është mirë që me vazhdu dhe me rujtë pëse edhe me fëmijët tonë. Edhe me cilin do. Me kriju si tradit këto, që me kriju një gjurëm, një kujtim të prekshëm, sepse mesazhet shkojnë. Gjithë gjë kalon, nuk është në telefona, nuk ruhen e fat gjatë. Vërtet edhe ne i kemi disa, unë personalisht i kam disa kartolina cilat i kam shkruar qyshe vogël ose na i ka dërgu dikush, ndërsa tash, po e vërtet ka fillu me uzbes, si do të qoftë është mirë që këtë tradit të kalojmë edhe të fëmijët, që edhe atyre të duke diçka interesant, ta kenë si një kujtem, të vazhdojnë edhe ata për disa vjetë me radhë, pa tjetër edhe të gëzojmë të tjerët. Mund të jetë diçka e punuar nga Arbina, mund të jetë diçka të një letër e vogël që ka mujtë me shkru vetë fëmijë, qofë në shkollën, klasë, në kopsht, ku do tjetër, është e veçantë kur dërgohen këto. Kam pas disa shkolla fillore, kanë këtë vit, në fund, dje kanë pas ditën e fundit shkollës, dhe kanë nëzënësit i kanë bë dhurat njëri tjetrit dhe i kanë shkru ka një kartolinë që më ka pëlqy që për vazhdojnë bëjmë të paku shkolla, po kontribon në ato që me vazhdu këtë tradita është mirë me vazhdu, sepse e kryojnë edhe një lidhje emocionale vetë fëmijëve me zvete pastaj, sepse kur e lexojnë më ka dërgu kjo shok edhe është një qëllim i mirë që realizohet. Arbin deri tash në vitin 2025, tash po kalojmë në vitin 2026, besoj edhe forma e festës ka marrë, do të thotë edhe vetë festa ka marrë forma të ndryshme, varësisht prej kohës në cilën jemi, antarëve të familjes, vendin ku jemi, çdo herë ka një rieditim të vogël me qujtë, kështu edhe vetë festa, qoftë për vitin e ri, qoftë për Krishtlindje e festat të tjera. Sa i përket festës së Krishtlindjeve ka ndryshu ndër vite, apo jo? A mundoheni me rujt traditën? Mundohemi me rujt, duhet më tash nëse këm gullt me rujt me çdo kusht, duhesh më sforcu pak ma shumë, sepse dinamika jetës në anën tjetër është shumë më e shpejt, edhe këto gjonat që thënë pundorë, gatimet e krejt, këto gjonat dojnë një kohë ma që mi dediku me rregullu bredin e pjesën dekorative, festive në shtëpi, e donë një kohë tjetër. E dinamika e jetës shumë e ka ndru sistemi, i ka reduktu mundësit të kufizon kohën. Por rësitim dërsa të gatshme, nuk gatuajmë bashkë. Po, tashti... Ulemi për një orë hajme dhe qohëm. E ato po mundohemi me rujt pak ma gjatë, se mës tjetë ashtu e shpejtë dhe e shkurtë dhe e ftohtë, se pastaj sikur se cili shpërndohemi në... E vërtit. Unë thash ma herët që si Kosovë jemi shtet tolerant ndaj fesë të secilit. Është e vërtit kjo e bëjmë apo nuk e bëjmë? Në këtë rast, muslimanën, ndërsa ndaj të krishterëve, vinë urojnë, a ka të tillë të cilët të urojnë, ndërsa të dërgojnë mesazh, apo edhe jo në anën tjetër, diku qoftë për Bajram, Ramazan, ndonjë festë. Kom pranu dhurata dhe dërgoj dhurata. Dhe të pranoj dhurata për Krishtlindje dhe dërgoj dhurata për Bajram. Është si pjesë e familjes, në fakt nuk është tolerancë, na bashkjetojmë, na jemi një, vetëm që na pasunojnë dhe na begatojnë jetën këto festat dhe religionet. Çdo religion përçon mesazhet mira të paqes, dashnisë dhe mirëkuptimit mes njerëzve. Kjo është më e bukura edhe nëse tentojmë me gjetë elementet e mira në secilin religion, dhe në secilin kulturë, unë besoj që kishme pas shumë pak urrejti, shumë pak mëri, shumë pak gjonat këqia. Po, e di që jam vonë, po e kemi si shprehim ndonjëherë të termet cilat i përdorim inshallah kismet, që varet i përdorni jo apo nuk i përdorni, apo takojni, se e di që edhe ne vetëm bised ju kemi thënë juve ashtu. Që merrni këto terme jo? Unë fakt i përdorim shpesh, sepse çdo kulturë që ka kalu në popullin tonë, kalon gjurëm, si për prej turqishtë, si për gjuhës serbe, si për gjuhëve të ndryshme ta shprej anglishtës që nuk ka bosta. I përdorim shumë, sepse është
Inshallah, është edhe, kur e për këta në gjuhën Shqipe prapë, që ajo del, edhe si shpresë, po, tash të na gjithmonë, këto janë pjesë e kulturës tonë që ne jemi zhvillu, jemi bashkë, unë po thëmë bashkëjetojmë, nuk është që e tolerojmë asë unë ty, asë ti mu mirë, po na bashkëjetojmë, kemi... Edhe përdorëm të njëtat fjallë edhe të njëtat ti. Kemi gjithë shkatë për bashkë, gjithë shkatë se e kemi shkryt ashtu të biseda juj dhe e kemi vazhdu si shaka, pra ndaj edhe desha të pysë edhe për tirme të tjera. Albin, falimderit shumë për kohën, falimderit që ke ndohë kohë nga festa e juj, me qenë pjesë e misionet me gjesit edhe pjesë e festës të tjerve të cilët mundën me na ndjekën nga ekrane, knatësi shumë që ju pata në Shumë falimderit juve, koha është pjesë e familjeve tona se cilit gjithë ditë, edhe kështu që është nave që vazhdojmë festën. Falimderit të njerë gëzuar Krishtlindjet. Shumë falimderit juve, urime edhe njëherë gjithë atyre që festojnë Krishtlindjet, paqe, bekim edhe dashurin familjet e ty. Falimderit knatësi.